Zgjedhja e emrit për një fëmijë është një nga momentet më të bukura, por edhe më të vështira për prindrit. Ka nga ata që kërkojnë një emër tradicional, ka nga ata që duan diçka moderne. Disa duan një emër të rrallë, disa një emër që tingëllon bukur në çdo gjuhë. Por vitet e fundit është faqur edhe një tjetër pirje interesante. Emrat që nuk tregojnë gjininë e fëmijëve. Janë emra që nuk tregojnë menjëherë nëse personi është vajzë apo djalë. Kur i dëgjon për herë të parë, nuk mund të jesh i sigurt për gjininë. Dhe pikërisht, kjo është arsyeja pse shumë prindër po i zgjedhin. Sepse janë modern, fleksibël dhe shpesh shumë elegant. Por përtej modës, këta emra kanë edhe një histori interesante. Emrat unisex janë emra që mund të përdoren si vajza, ashtu edhe për djem. Në disa kultura, kjo ka ekzistuar prej shekujsh. Në të tjera, është një trend relativisht i ri që lidhet me ndryshimet sociale dhe mënyrën se si njerëzit e shohin identitetin sot. Një emër unisex nuk e kufizon personin me një stereotip të caktuar. Ai është neutral. Dhe për shumë prindër, kjo është diçka shumë e bukur. Pse prindrit po zgjedhin më shumë emra që nuk përcaktojnë gjininë? Ka disa arsye. Tingëllojnë modern, janë të shkurtër, të thjeshtë dhe me tingull bashkëkohor. Kjo i bën të përshtatshëm për një botë gjithnjëemo globale. Janë fleksibël ndërkombëtarisht. Një emër që funksionon në shumë gjuhë është shumë praktik sot. Nëse një fëmijë jeton jashtë vendit, studion apo punon në një kulturë tjetër, një emër neutral shpesh është më i lehtë për t'u përdorur. Kanë stil minimalist. Moda moderne shpesh preferon gjëra të thjeshta dhe elegante. Emrat unisex zakonisht janë të shkurtër dhe të balancuar. Nuk krijojnë stereotipe. Disa prindër duan që identiteti i fëmijës të formohet nga karakteri i tij, jo nga pritshmëritë që shoqëria vendos mbi një emër. Një emër neutral i jep më shumë hapësirë individualitetit. Emra unisex që përdoren më shpesh. Le të shohim disa nga emrat që mund të përdoren për të dyja gjinit. Noel, një emër elegant dhe shumë ndërkombëtar. Mund të përdoret si për vajza, ashtu edhe për djem. Ka një tingull të butë dhe lidhet shpesh me periudhën e festave dhe dritës së dimrit. Emri i dytë, Ariel, një emër shumë i njohur në kultura të ndryshme. Përdoret për vajza dhe djem në shumë vende të botës. Ka një tingull poetik dhe të lehtë. Lior, një emër i shkurtër dhe shumë modern. Mund të përdoret për të dyja gjinit dhe ka një ritëm shumë elegant. Sami, në shumë kultura përdoret për djem, por gjithashtu mund të përdoret edhe për vajza. Është një emër i thjeshtë dhe shumë i lehtë për t'u shqiptuar. Alex, një nga emrat më klasik. Mund të jetë shkurtimi i emrave Alexander apo Alexandra, por shpesh përdoret edhe si emër me vete. Robin, një emër shumë i përdorur në botën anglishtfolse. Ka një tingull të butë dhe natyror. Dani, një tjetër emër i shkurtër dhe fleksibël. Përdoret për vajza dhe djem në shumë kultura. Kai, një emër shumë modern dhe minimalist. Në shumë vende përdoret për të dyja gjinit. Andrea, në disa vende është emër mashkullor, në të tjera femëror. Kjo e bën automatikisht një emër neutral ndërkombëtar. Shumë emra që lidhen me natyrën nuk kanë gjini të qartë. Kjo sepse natyra vet është neutrale. Si shembull, mund të themi emrin Diell, një emër i fortë dhe simbolik. Disa familje e përdorin për të dyja gjinit. Emrat të shkurtër që funksionojnë për të dyja gjinit. Emrat e shkurtër shpesh janë më neutral, sepse nuk kanë prapashtesa që tregojnë gjinin. Si shembull, po japim disa nga emrat. Eli, Ari, Lori, Nuri, Sami,
Toni. Të gjitha këta emra mund të përdoren për vajza dhe djem në varësi të kulturës. Por, cilat janë avantazhet e një emri që nuk tregojnë gjinin? Një emër neutral ka disa përparësi interesante. Si fillim, është unik. Në shumë raste, është më pak i zakonshëm. Së dyti, tingëllon modern. Shumë emra që nuk tregojnë gjinin duken bashkëkohor edhe pas shumë vitesh. 3. Është fleksibël. Funksionon mirë në kultura të ndryshme. 4. Është kreativ. U jep prindërve më shumë liri në zgjedhje. Por, a ka edhe sfida? Sigurisht, një emër unisex mund të krijojë ndonjëherë konfuzion. Njerëzit mund mos e dinë menjëherë gjinin e personit kur dëgjojnë emrin. Por, për shumë prindër, kjo nuk është problem. Në fakt, disa e shohin si pjesë të bukurisë së emrit. A është kjo një mod apo një ndryshim kulturor? Ndoshta të dyja. Në një botë gjithnjë më të hapur dhe globale, njerëzit po kërkojnë identitete më fleksibël dhe emrat shpesh reflektojnë këtë ndryshim. Emrat unisex janë pjesë e kësaj historie. Si të zgjedhësh një emër që nuk tregon gjinin të mirë? Disa këshilla të thjeshta. Zgjidh një emër që shqiptohet lehtë. Sigurohu që tingëllon mirë në shqip. Mendo si do të tingëlloj edhe kur fëmia të rritet. Zgjidh një emër që ka kuptim për ju, sepse në fund, emri është më shumë se një trend. Ai është identiteti i fëmijës tuaj. Si përfundim, emrat që nuk tregojnë gjinin janë një mënyrë e bukur për të thyer disa rregulla të vjetra. Janë modern, fleksibël dhe shpesh shumë elegant. Por mbi të gjitha, ata tregojnë se një emër nuk ka pse të kufizohet nga pritshmëritë. Ai mund të jetë thjesht një tingull i bukur, një histori familjare, një simbol. Dhe ndoshta, kjo është gjëja më e rëndësishme nga të gjitha. Sepse një emër nuk e përcakton personin. Personi është ai që jep kuptim emrit. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Në kanalin tonë në YouTube do të keni playlista me sugjerime të tjera për emra. Emra për fëmijë, për djem dhe për vajza. Ju ftojmë ta ndiqni. Faleminderit.